me ne emru së përbashkët një partisë politike. Kush? LDK-ja dhe vetëvendosja. Trija? Të trijat bashkë. Pse? Që tash e zbërthej. Sepse në qoftë se ja morë me ka një shkronjë, si se parti, Lidhjes Demokratike të Kosovës lën, Partisë Demokratike pën dhe vetëvendosjes vën, krijohet një logo dhe në emru si përbashkët Lidhja për Pushtet me Vjedh. Këta të tret janë të njëjtë. Nuk dallon njëna pi tjetrës. Qëllimin kryesor e kanë veç qysh me përfitu personalisht. Nuk e kanë interesin e qytetarit, nuk dalin në protesta me thirr protesta për problemet e qytetarëve. Domethënë, lidhja e përbashkët e tyre është lidhja për pushtet dhe me vjedh. Sa i përket buxhetit, po, është e vërtetë sepse është Kjo kreative. Po është gjetë kësi, po jo gjykatën kushtetuese. Po në gjykata kushtetuese me qenë kreative, ta është me qenë strikt. Po vëzile, jo me qenë kreativ. Unë mendoj që kjo është partia më e re në Kosovë. Po, sepse nuk dallojnë njëra pi tjetrës. Vetëm ngjyrat i dallojnë, edhe me kombinu shkronjat del që kjo partia më e re. Po që kjo tani shkon këtë partia politike, se ditë se do të më jalavish. Po të gjitha e njëjta, për vetë personalisht ne i kemi testu. Ata me fjalë mund me folë diçka tjetër, edhe ligjin me interpretu që kanë dëshirë vetë, programet e partive politike i patën me ChatGPT, shëri rezultatet, kaq. Edhe na tregojnë tash sa orat se sa që po regjistrojnë gabimisht, po pse se s'na thirrin protest për çështjen e çmimit të energjisë elektrike. Pse s'dalin liderët e partive opozitare që po kundërshtojnë gjë të tillë. Domethënë këta janë këtë përlymë në emru së përbashkët. Është lidhja për pushtet dhe me vjedh. Kaq, kjo është emru së përbashkët. Këto edhe dëshmoi edhe komisionera e Bashkimit Evropian Marta Kos, e cila tha që kur e pajton popullata me ne 2 ditë më parë, kur pajton ta popullata edhe e përqafon një korrupsion të tillë, tha lënë me kuptu që aty duhet kohë më mirë me mentalitetin dhe ndryshimin në mentalitetit shoqëror. Për me të kthy përgjigjes konkrete, lidhje me këtë, buxheti prej 4 miliard, po, domethënë e kanë Parlamenti i Kosovës deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë miratu një buxhet të tillë emergjent e kanë quajtur. I ka dhënë mundësi që Ministrit Financave të dojë edhe mjete financiare të ketë autoritetin financiar që të dojë mjeteve financiare për ministritë e reja, që kjo do të sjellë problemet shtesë të rritjes së buxhetit. Domethënë, po më rritjes shpenzimeve të buxhetit dhe mirë po derisa në një rregullore të tillë i kishin dhënë të drejtë ministrit, kjo na sjell pasuja të jashtëzakonshme, do të kanë planifikuar të rishikohet buxheti, ne i kemi komoditetin për me shku zgjedhje, ne kemi komoditetin për me rrit numrin e ministrive, Zvistra i ka mbi 9 milion banor, i ka 7 ministri, Kosova ka mundësinë këtë bota më e zhvilluar, më demokratike, është të shku të zvoglu departamentet për shkak shpenzimeve të mëdha publike, ne shkojmë i rrismi për shkak se kemi edhe rritjet natalitetit, nuk do të ketë bota do bashku me neve. E vetëm me Kosova të rrit me natalitete me gjithçka dhe kemi nevojë me rrit. Dhe tash dy mekanizmat kryesor të cilët kur rritën shpenzimet publike, qeveria i ka 2 mekanizma kryesor. Ose ka mi rrit taksat, ose ka mi rrit shpenzimet e këto borxhin publik. Dhe le ta presin qytetarët e Kosovës që viti 2026 do të jetë vit sfidus, vet nuk do të bazohet në 4 miliardshin, e cila ma shumë përdoret për çështjet fushatave dhe blerjet të votave, dhe për manipulim dhe për interesat vetat të liderëve partive politike, duke përfshi prej liderit partisë Lëvizjes Vetëvendosje deri te partitë më të vogla, dhe do të jetë sfiduese për Kosovën sepse rritja e kostës së jetesës nuk do të jetë vetëm që është aktualisht për shkak problemeve gjeopolitike që kanë botë, po do të jetë edhe një rritje kogja e madhe në muajin shtator dhe nëntor, për arsye të ndryshme për shkak të problematikave të brendshme që kemi pas. Këto problematika të brendshme sjellin pasoja.